Teksa procesi numërimit të votave për qarkun Dibër ka përfunduar I gjithë dhe Partia Socialiste fitoi në këtë qark me 10.356 vota, më shumë se Partia Demokratike. Qytetarët Dibran kanë komentuar rezultatin që prodhon zgjedhjet e 11 majit. Një pjesë e qytetarëve Dibran të intervistuar I konsiderojnë këto zgjedhje si jo të rregullta dhe të manipuluara, dhe kjo edhe me rezultatin e thellë që Partia Socialiste pati në Bashkinë Dibër me plot 3.012 vota dhe më shumë se Partia Demokratike. Zgjedhje manipulime, shitje blerje votash, dhe më thonë gjithë vendin, me banda, me ashtu, ka fitu Partia Demokratike, jo I Diran. Këta janë zgjedhje kriminale, zgjedhje anti-shtet, anti-demokraci, këto zgjedhje janë të papranueshme. Kjo punë ka marrë fund. Vjedhje totale sa dush, krime sa të dush, ku do të gjithë shkoshe, ishin shumë të e paskërnu me fjërë me bolle që kanë bë dërë në këtë shteti. Dërë në pikën më të fundin I ka marrë palcë në këti vendi. Shqy t'jes ka të shtajmë më taj, për më zi se është nuk ka që bëhet më. Vetëm Hajduti nuk ka koment. Zgjedhje të pa rregullta. Por pjesa tjetër qytetarëve Dibran të intervistuar deklarojnë se zgjedhjet e 11 majit ishin të lira, të qeta dhe se nuk kishte asnjë parregullsi gjatë gjithë procesit. Madje sipas tyre shkakja e humbjes së thellë së opozitës është vetë lideri I saj historik. Ndaj kërkojnë largimin e Sali Berishës nga drejtimi I Partisë Demokratike. Shqyrë o I madhi Zot që Sali Berisha humi, shqyr. Dhe këto zgjedhje ka qenë më të bekura se asnjëherë. Më nga shtotaj. Mama e preshët, e vërtetej popli vetë. Pa higje, pa gjëtë, të gjithë dhe unë të këndonë në njëdo, oj vjetë. Shkemi një vend tjetër, shkemi familje. Sovrani më fitej, Sovrani. Sovrani fitej, Sovrani më fitej. Më të mire nuk kom votu në herë. Unë që kom votu. Ma mire, ma qetë, ma saktë, s'kom votu në herë. S'po është drejtuas një I, me më thonë se jakni, jani, absoluti. Zgjedhjet I komentojnë të rregullta, por nuk kanë të zënkarohet. Do t'i pranojnë zgjedhjet. Zgjedhjet më të mira nuk ka si bëhet. Mos e zgjedh punë vetëm më mirë në tunjet mbit bëhet dërheqja Sali Berisha. Nisë hatë para. Se nuk është 97 më. Vallaj, as të mëna të qeta që në Dibër, as një laf, as një gjë më kërkon. Shku votum sikur deshten vetë, Egzëft e Diroma. Për herë të parë në qarkun Dibër, Partia Socialiste ka arritur të përmbysë rezultatin historik të zgjedhjeve parlamentare, duke marrë një mandat më shumë se Partia Demokratike.